institucionet financiare komplet premisën e funksionimit e kanë tek besimi që qytetarët dhe konsumatorët e kanë te institucionet financiare për menaxhimin e paras, menaxhimin e të dhënave personale dhe funksionimin e sistemit bankar. Si pasojë, në rast se ka ndonjë sulm kibernetik ose shkelje të privatësisë, ky besim mund të humbë. Për këtë arsye, ne si kompani i ofrojmë institucioneve financiare shërbime që t'i gjejnë ku i kanë dobësit në sistemet elektronike, t'i forcojnë ato sisteme elektronike që të jenë të sigurta, t'i kenë politikat e duhura të zbatuara që procedurat dhe kornizat e menaxhimit të dhënave janë në mënyrë të sigurta të zbatuara dhe në këtë mënyrë mundsojmë që sistemi financiar të funksionojë pa pengesë dhe me një sigurime të lartë sa i përket mbrojtjes së të dhënave dhe informacionit. Qëllimi ynë dhe me ftesat që i kemi bërë tek institucionet e ndryshme, jo vetëm financiare, por edhe regulative, ka qenë që të ketë një dialog mes sektorit privat, sektorit publik dhe atij regulativ, që të diskutohet se cilat janë praktikat, jo vetëm praktikat më të mira, por dhe cilat janë iniciativat e ardhshme regulative që do të zbatohen, të cilat institucionet financiare duhet të zbatojnë në mënyrë që sistemet e tyre dhe bankat të jenë më të sigurta në operimin e tyre.